Receta me vezë që zhduk rrullat nga fytyra për një ditë, ja si ta përgatisni. Rrullat janë në një makth për të gjithë. Trajtimet e bukurisë janë shumë të kushtueshme, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të lini fytyrën tuaj pa asnjë përkujdesje. Për këtë arsye ne do ju sjellim në këtë video recetat dhe maskat natyrale për fytyrën në kushte shtëpie, me përbërës shumë të thjeshtë që mund t'i gjeni në çdo shtëpi. Nëpërmjet kësaj maske efektive të realizuar në shtëpi, do të ndihmoni në reduktimin dhe eliminimin e rrullave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përbërësit që ju duhen për realizimin e kësaj recete janë 2 lugë gjedhe vaj kokosi, e verdha e vezës, 1 lugë gjedhe mjalt, 1 lugë gjedhe kosh, 1 lugë çaj me sheqer. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Hidhni të gjitha përbërësit në një blender dhe i lini derisa të realizohet një masë kompakte. Përbërjen e përfituar e vendosni në fytyrë dhe e lini të veprojë për 25 minuta. Në fund e shplani fytyrën me ujë të ftohtë. Bëjeni këtë maskë të paktën 2 herë në javë për të realizuar kështu edhe recetën e dëshiruar në kushte shtëpie. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e krijimit të rrullave. Nëse e verdha e vezës është e pasur me element ushqyes, minerale dhe vitamina, e bardha e vezës vjen edhe me më shumë përfitime. Ndaj në këtë video do të rendisim disa mënyra dhe maska natyrale të bukurisë. Në këtë video të përmbledhur sipas Healthline, do të rendisim maskat që trajtojnë lëkurën tuaj në kushte shtëpie dhe mund të ndihmojnë dukshëm në rigjenerimin e saj dhe parandalimin e komplikacioneve. Këto maska mund të jenë një trajtim efektiv për mbrojtjen e lëkurës së fytyrës dhe parandalimin e acarimeve të saj. Eliminoni rrullat e para. Veza ka efekte të mira lifting për tërheqjen e lëkurës dhe rregullimin e pamjes së saj. Maska anti-rrull me përbërës të bardhën e vezës mund të jetë një ndihmë efektive. Ajo që duhet të bëni është të vetëm të rrihni derisa të bëhet si shkum dhe ta aplikoni në fytyrën tuaj të bardhën e vezës për 20 minuta. Pasi ta shplani fytyrën me ujë të vakët, lëkura do të ndihet edhe më e tendosur. Zvogëloni gjithashtu edhe poret të mëdha me përdorimin e maskave me vezë. Rezultatet që do të merrni në këto receta do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe lehtësuese për problemin e rrullave në fytyrën tuaj. Gjithashtu, pasi të shplani fytyrën me ujë të vakët, e lini që të ndjejë edhe tendosjet e para. Zvogëloni poret e mëdha. Maska që zvogëlon poret kërkon gjithashtu një përbërës, të bardhën e vezës. Ndryshe nga maskat anti-rrull që vezët duhet të jenë në shkum, për të zvogëluar poret mjafton të lyeni fytyrën me të bardhën e vezës në trajte të lëngshme dhe ta mbani për 10 minuta. Maskë për fytyrën e yndyrshme. Lloji i yndyrës i lëkurës është më i vështirë pasi kërkon kujdes të jetë specifik. Yndyra e tepërt mund të shkaktojë puçra dhe akne, ndaj për të parandaluar ato, përgatisni një maskë me të bardhën e vezës dhe pluhur tërshëre. Largoni qelizat e vdekura të lëkurës me këtë recetë anti-rrull, e cila mund t'i japë përfitimet më të mira ushqyese për lëkurën dhe të parandalojë gjithashtu acarimet e saj. Nëse keni lëkurë që nuk është e pastër, asnjë produkt tjetër nuk do të tepërtojë në lëkurën tuaj. Ndaj, as hidratimi. Në mënyrë që lëkura juaj të jetë plot shkëlqim një herë kaq kohë, ju duhet të pastroni qelizat dhe të eliminoni gjithë shtresat e problemeve të lëkurës. Maska dhe skrabi i lëkurës me të bardhën e vezës përmban gjithashtu mjalt dhe tërshër të thërmuar. Me lëvizje rrethore masazhoni lehtë lëkurën për 5 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të bollshëm. Moshidratimi i lëkurës mund të krijojë gjithashtu dhe të nxjisë problematika të ndryshme të saj. Ndaj kujdesuni më mirë për shëndetin e lëkurës suaj dhe ndiqni trajtimet ideale, të cilat do ju ndihmojnë të keni një mbrojtje më të mirë edhe të saj. Maskat për lëkurën mund të jenë efektive nëse realizohen në kushte shtëpie. Veza është një ushqim i gjithanshëm që mund të jetë shumë i dobishëm në kujdesin e lëkurës. Lëndët ushqyese të saj do të ndihmojnë edhe në mbrojtjen e lëkurës, duke e lënë atë gjithashtu më të butë edhe më të pastër. Sipas studimeve, veza është një burim i shkëlqyer i vitaminës A, folatit, vitaminës B5, B12 dhe B2, fosforit, selenit dhe ka sasi të mira të vitaminës D, E dhe K, gjithashtu edhe të vitaminave B6.
dhe përfitimet që do të merrni në këto maska do të jenë vërtet rigjeneruese për shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e problemeve të saj. Maskat me vezë mund të përdoren për të tonifikuar fytyrën. Rrihni një të bardhë veze e përzieni me kos natyral, e vendosni në fytyrë dhe mbani për 30 minuta. Këtë mask mund ta përdorni 3 herë në javë. Për konturin e syve mund të përdorni vezën. Rrihni një vezë së bashku me një lugje dhe vaj avokado. Pasi keni pastruar fytyrën, e vendosni maskën dhe mbani për 20 deri në 30 minuta. Më pas e shpëlani atë. Këtë mask mund ta aplikoni të paktën 2 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet rigjeneruese. Maska me vezë për lëkurën e yndyrshme. Përzieni një vezë dhe e rrihni së bashku me 20 gram të tërshërës. Përhapni maskën në fytyrë të yndyrshme kryesisht, më pas e lini të veprojë për rreth 20 minuta. Aplikojeni 2 ose 3 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet rigjeneruese. Maska me vezë për pikat e zeza. Përbërësit që ju duen janë një bardhë veze, një lugje dhe lëvore portokalli të grirë, 2 lugë qumësht kokosi. Në një tazë vendosni të bardhën e vezës dhe e përzieni gjithashtu me lëkurën e portokallit të grirë dhe qumshtin e kokosit. Aplikoni maskën në fytyrën tuaj dhe e lini të veprojë për të paktën 30 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të ngrohtë dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike për shëndetin e lëkurës. Nëse më parë keni bashkuar në gatime këta përbërës për të formuar brumin e shishëm dhe të butë të ëmbëlsirave dhe piteve, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni me elementet të vezës në kombinim me produkte natyrale për një mbrojtje më të mirë të lëkurës. Për të larguar çdo papastërti, pushin e fytyrës, pikat e zeza ose shenjat e akneve, trajtimi që ju sugjerojmë në këtë video do të jetë vërtet ideal për mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e papastërtive të saj. Gjithashtu ato mund të ndihmojnë në mbrojtjen më të mirë të lëkurës dhe parandalimin e akneve. Ato gjithashtu largojnë papastërtitë duke depërtuar thellë në shëndetin e lëkurës. Nise shteja është një produkt që mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve. Me të bardhën e vezës mund të largoni shenjat e irritimeve, acarimeve dhe gjithashtu ndikimeve negative që kanë ato në shëndetin e lëkurës. Me disa lëvizje fare të thjeshta, ju mund të arrini të parandaloni krijimin e akneve, acarimeve dhe të parandaloni gjithashtu ndikimet negative të tyre në shëndetin tuaj. Ndihma e shpejtë me këto maska natyrale mund të jetë gjithashtu edhe një produkt fantastik për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Përbërësit që u duen në realizimin e kësaj recete janë: një e bardhë veze, një lugë gjedhe me nisështe, një lugë me çaj sheqer. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Për të realizuar këtë trajtim, zgjidhni gjithashtu edhe një enë të thellë dhe hidhini të bardhën e vezës në këtë përbërje. E rrihni derisa të formohet edhe një masë e njëtrajtshme dhe e shkumuar. Kështu mund të merrni përfitime të duhura të zakonshme në mbrojtjen e lëkurës. Më pas mund të shtoni gjithashtu nisështen bashkë me sheqerin duke e përzier atë për 10 deri në 15 minuta. Vendoseni në fytyrë të pastër dhe gjithashtu edhe mund të keni një mbrojtje më efektive për të. Produkte të tilla natyrale mund të ndihmojnë që të keni një lëkurë më të pastër, më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Dhe receta të tilla do ju ndihmojnë që të parandaloni acarimet e lëkurës dhe të siguroni gjithashtu edhe një pamje më të mirë të saj. Me këto lëvizje rrethore mund të largoni gjithashtu pushin e fytyrës dhe papastërtitë e tjera. Në fund të lani fytyrën tuaj me ujë të vakët dhe më pas vendosni një krem hidratues. Këtë trajtim rekomandohet që ta bëni një herë në javë pasi të dilni nga dushi, sepse poret e lëkurës janë të hapura dhe trajtimi mund të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të thellë të saj. Përdorimet të tilla të maskave të fytyrës mund të jenë zgjidhje efektive edhe për largimin e qelizave të vdekura të saj. Nëse lëkura nuk është e pastër, asnjë produkt nuk do të tepërtojë thellën në lëkurë, madje as hidratimi. Ndaj sigurohuni që të pastroni lëkurën e fytyrës në vazhdimsi për të mbrojtur dukjen e saj dhe për të evituar gjithashtu acarimet e njëpasnjëshme. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do ju jap të keni një lëkurë më të bukur, më të shëndetshme dhe pa probleme të saj. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.